Shqipëria u largua me trishtim nga faza play-off e botrorit, ku qezintën poshtën 2-1 nga Polonia, ndërsa ishin në avantazh pas pjesës së parë. Goli i Arber Hoxhës bëri që ekipi drejtuar nga trajneri Silvinho të mendonte se meritonte më shumë. Dështimi i kombëtares ndërkohë duket se u paralajmërua, pasi vetë ndihmësi i Silvinhos, Pablo Zabaleta, u shpreh se nga çfarë duhet të kishin kujdes. Po ashtu komentoi lënien në stol të Ernest Muçit dhe Anis Mehmetit. Ndonjëherë duhet të bësh zgjedhje teknike, veçanërisht të qëndrosh me ato lojtarë që kanë qenë me ne shumicën e kohës. Muçi humbi ndeshjet e fundit te kombëtarja për shkak dëmtimi. Mehmeti është kthyer te kombëtarja pas një kohe të gjatë. Në këto ndeshje ndonjëherë dëshiron ti besosh lojtarëve që kanë qenë bashkë. Kjo skuadër luajti së fundmi ndaj Anglisë dhe bëri mirë. Menduam se ishte 11-shja më e mirë për mbrëmjen e sotme, u shpreh fillimisht Zabaleta. Silvinho i besoi pikërisht Nedim Bajramit, që kishte të preferuar para Muçit dhe Mehmetit. Dhe rasti humbur i Bajramit, sapo filloi pjesa e dytë, tronditi kuqezint, që mund të kishin fituar siguri. Bajrami u vendos para përgjegjësisë, duke mos pasur minuta me Rangersin. Më pas Zabaleta foli pikërisht për goditjet e këndit, nga ku erdhi goli i barazimit të Polonisë. Zëvendës trajneri u shpreh se ata duheshin shmangur, ndërkohë ishte Lewandowski që riktheu baraspeshën në minutën e 63. Zabaleta u shpreh: "Në çdo korner dhe goditje standarde, duhet të mbrojmë mirë. Janë të fortë në ajër, duhet të jemi plotësisht të përqendruar, të mos bëjmë faulla të panevojshëm rreth zonës, të shmangim kornet. Duhet të jemi të zgjuar, të mbrojmë topat me përqendrim, të shmangim kornet dhe faullat pranë zonës." Rasti i humbur i Bajramit dhe dalja e gabuar e Strakoshës te goli i parë i Polonisë i kushtuan shumë Shqipërisë, dhe pse stafi kombëtares ishte në dijeni të situatës me Bajramin, sërish preferoi të mos ndryshonte formacionin.